Terremoti I keq ka shkaktuar rrëshqitje të mëdha të dheut në lagjen më të vjetër të qytetit, Beqiri Efend në Delvin. Një masiv I madh dheu ka rrëshqitur mbi disa shtëpi, përfshirë edhe një qeparis 500 vjeçar, I cili u shem së bashku me dheun. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente për të shmangur pasojat edhe më të rënda, ndërsa strukturat e emergjencës po monitorojnë nga afër zhvillimet në terren. Rreshjet e fundit të shiut kanë shkaktuar rrëshqitje të mëdha dheu në lagjen më të vjetër të Delvinës në zonën e njohur si Beqiri Efend. Një masiv I konsiderueshëm dheu ka rrëshqitur mbi disa banesa duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe duke rrezikuar jetën e banorëve. Mes objekteve të prekura ishte edhe një qeparisë rreth 500 vjeçar, simboli I zonës I cili u shëm bashkë me masivin e dheut. Pamjet tregojnë shkatrimin e plotë të një banese, ndërsa familja Sheu është detyruar të largohet menjëherë nga shtëpia e cila tashmë është e pabanueshme. Vëllam një ndihmë a një fond nga bashkia që se çdo na japi nuk e dim, që se këtu nuk jetohet. Ti të flym këtu nuk flihet as ditën, jo të rish edhe natën. Me këtë gjendje ne nuk kthehemi më të jetojmë si njerëz, se mua më prish e gjithë Terezia. Më prish çdo gjë, më prish. Të vish brenda të shikosh, ka rënë suva, shtëpia ka marr, plus çfarë, po ka marrë edhe deformim soleta. Kryefamiljari Ibrahim Sheu apelon për ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse duke kërkuar masa konkrete për stabilizimin e terrenit përpara se situata të përshkallëzohet më tej. Dikush Ahmet shaka me kështu më thot, më merr telefonin më thot, do të jam një lajm të mirë. I ka rënë qeparisi edhe ta ka bërë shtëpinë vet. Mos u talli, thash se nuk është shaka. Është e vërtet. Ishim rrugës duke ardhur, urmim këtu. Pam këtë gjë. Aktualisht, familja Sheu është treguar pranë të afërmve, ndërsa në zonë pritet përmirësimi I kushteve atmosferike dhe vlerësimi I specialistëve gjeolog për të përcaktuar nivelin e rrezikut. Sipas strukturave të emergjencave në bashkinë e Delvinës, situata mbetet problematike për pjesën tjetër të lagjes, pasi kodra ka pësuar çarje të thella duke rrezikuar edhe 2 banesa të tjera si dhe teqen historike të zonës.